Atëherë Bukuri, Edisa, Juela dhe Shëndriti janë treshja e nominuar për nesër, të cilët do shkojnë televotim dhe nesër njëri do shkojnë shtëpi vet, do flesh shtëpi vet, pa Zhurma, pa Drita, pa Rogert, pa Miri, pa Mateo, pa Selin dhe pa Brigen. Do birat. Kështu që këta janë treshja më pak e kuotuar për të qenë fitues të Big Brother. Dhe si tillë ata dolën në televotim. Pra, ishin kuotat që dhanë vetë banorët atje brenda. Por le ti marrim pak me radhë në këtë televotim. Edisa është një personazh, një vajzë e fortë, një vajzë me karakter të fortë, nuk ja bën syri tër kur hyn debat. Nuk ja bën syri tër, mendimin e vet e ka, kështu domethënë e respekton maksimalisht mendimin dhe atë logjikën e vet. Dhe për këtë është për të vlerësuar. I vetmi, po them defekti, jo defekt, s'është defekt, po i vetmi dizavantazh le të themi Edisës është që ka hyrë më mbrapa në lojë dhe si e tillë pavarësisht se ka shpërfaqur dhe veten dhe ka treguar dhe si thosh qasin e vet në shtëpi, por ka bër më së shumti lojën edhe në grup, pra bashkë me Mirin dhe me Rogertin. Kështu që por Edisa është një vajzë që nëse ajo nuk do jetë të martën, seriozisht do t'i mungoj shtëpisë për mënyrën se si ajo e ndërtonte debatin dhe se si ajo ja thoshte në sy tjerëve. Për të kaluar tek Juela. Juela pastaj është një nga vajzat më të mira në shtëpi, një nga vajzat më të pastra, më të sinqerta në shtëpi, pavarësisht ka ato gabimet e veta që vërtet shumë nuk dëgjon se çai thu, e ka nga njerëz dëgjon as vetën ç'a thotë kështu me radh, po këta janë gabime teknike, po thellë Juela si njeri është njeri shumë i mirë. Dhe them drejtën, du ta them hapur këtu se tash jemi në fund dhe nuk kemi ç'a ndryshojmë dhe rregullojmë. Juela është një nga banorët më të bullizuara dhe më të tallura në atë shtëpi, me të padrejtë. Komplet me të padrejt. Dhe si e tillë ajo meriton të, domethënë, nuk e ka merituar këtë fakt dhe meriton të dëgjohet një herë. Ti thosh o Juela, po hajde më tulemi të flasim, asnjë s'e ka bërë me të. Dhe kjo zakonisht vjen për shkak se dikush ndihet më superior se sa Juela. Por ja ku është Juela, ka ardhur deri këtu, po shkon deri gjysmëfinale, avash dhe me vërtet domethënë un kam domethënë më duket vajzë interesante, më duket vajzë e sinqertë, më duket vajzë e mirë, nuk e ka mendjen e keqe, nuk është e lig, nuk është nga këto vajzat që ta punon brapa krave. Kështu që Juela përveç kësaj është edhe më e vjetra nga këta të tre në shtëpi. Për të kaluar tek Shëndriti. Tani Shëndriti është një djalë i mirë, është një djalë i lexuar, është një djalë inteligjent, është një djalë i kultivuar, pra ke lezet të bësh muhabet me Shëndritin. Pra është një djalë që nuk ka asnjë të shame. Mirë, po Shëndriti ka bërë një gabim strategjik për mendimin tim, që në momentin që ka hyrë, nuk ka shpenzuar asnjë gram energji për të luajtur për veten e vet. Por ka shpenzuar çdo energji, 120% energjive të veta për të bërë lojën e Selin. Dhe këtë ai nuk e ka marrë mbrapsht nga të tjerët. Ka bërë gjithmonë lojën e të tjerëve. Ka bërë gjithmonë, domethënë një gjë që si takon. Në vend që ai mund ta kishte shfrytzuar gjithë këtë bagazh që ka për të qenë vetë në lojë. Dhe unë mendoj që Shëndriti po të kishte luajtur për veten e vet, saç ka luajtur për Selin, Shëndriti do ishte një potencial edhe për ta fituar këtë Big Brother. Kështu që këta janë treshja, nuk është nominim fort i thjesht, sepse tani 9 veta kanë ngel ata, sa kanë ngel 8 veta. 8 veta kanë ngel dhe nuk ka më të thjeshta. Tash çdo njeri që del do t'i mungojë shtëpisë. Edhe Juela, edhe Edisa, edhe Shëndriti sigurisht do fillojnë t'i mungojnë shtëpisë. Kështu. Ciao.